Fryma e vetbesimit. Vetbesimi dhe virtytshmëria janë cilësitë atyre që e kanë ndier me të vërtet vlerën e tyre njerëzore. Në qoftë se një mysliman i frymëzuar nga mësimet e paçmuara të Islamit përballet me një krizë financiare, ai do të vazhdojë ta durojë këtë gjendje të brengosur dhe ndonjëherë paralizuese, por kurrë nuk do të dorëzohet përpara poshtërimit dhe nënshtrimit. Megjithse Islami vë theksin e duhur mbi përpjekjet dhe aktivitetin për përfitimin e të ardhurave legjitime, në mënyrë që njeriu të jetojë duke mbajtur kokën lart, njëkohësisht ai i paralajmëron njerëzit për grykësinë e acaruar që çon në skllavërim nga pasuria. Kjo ndodh sepse varësia e plot nga pasuria dhe bollëku është po aq burimi, poshtërimi dhe i gryerjes së vetvetes dhe dinjitetit njerëzor, sa edhe vartësia dhe mbështetja te të tjerët. Imam Aliu, udhëheqësi besimtarve e paqja qoftë mbi të, bën vërejtjet e mëposhtme në lidhje me poshtërimin e përuljen që rezulton në të dyja rastet. Vartësia ndaj të tjerëve dhe thirrja për ndihmë dëmton gjuhën e folësit dhe zhvleftëson mendjen e njerëzve guximtar dhe heroik, duke degraduar një qenie njerëzore të lirë në nivelin e një sklavi të mirë, përveç nxirrjes së dinjitetit të njeriut dhe prishjes së jetesës së tij. Sa shpesh pasuria është më tepër degraduese se sa humbja, sa shpesh ndodh që njerëz të varfër të cilët në të vërtetë janë të pasur dhe sa shpesh ka njerëz të kamur që në të vërtetë janë të rënuar dhe të mirë. Kurani fisnik i përshkruan njerëzit që nuk kanë mjete jetese, por që kanë dinjitet në këto fjalë. Lëmosha u takon të varfërve të cilët kanë hyrë në rrugën e Zotit e nuk janë në gjendje të udhëtojnë për të fituar. Kush nuk i njeh ata, kujton se janë të kamur, për shkak se ata nuk lypin. Do t'i njohësh nga pamja e tyre. Ata nuk i mërzisin njerëzit duke lypur, e çdo gjë që shpenzoni prej të mirave, Allahu i di ato. Sure 2 ajeti 273. Imam Sejadi, paqja qoftë mbi të, ka thënë: unë nuk do ta shkëmbeja respektin për vetveten me gjërat më të vlefshme në botë. Islami e konsideron shprehjen e mirënjohjes dhe të vlerësimit si një virtyt të dëshirueshëm dhe të shquar, por nuk lejon që dikush të mbështetet te lajkat në veshjen dhe vlerësimin e të tjerëve. Asnjë mysliman nuk ka të drejtë të infektojë veten me një lajkatim në kundërshtim me dinjitetin dhe lirinë e vetvetes. Gjendja thelbësore e shprehjes së mirënjohjes është pavarësia shpirtërore dhe kënaqësia e brendshme e njeriu, i cili shpreh mirënjohje dhe përmbush detyrën e tij njerëzore kur i kërkohet të veprohet në këtë mënyrë. Sidoqoftë, disa njerëz që vuajnë nga pamjaftueshmëria morale dhe dobësia e brendshme përpiqen të fshehin poshtërimin e tyre të brendshëm dhe vetpërbuzjen me përçmimin dhe shprehjen e admirimit prej servili dhe lajkatari. Padyshim një gjendje e tillë, që është një reagim i nxitur nga dobësia shpirtërore dhe është një dëshmi e degradimit të brendshëm, nuk ka ndonjë lloj vlere edukative dhe etike. Imam Aliu, udhëheqësi besimtarve, paqja qoftë mbi të, e bën të qartë në një nga aforizmat e tij se një vlerësim i përzier me lajka ka dy pasoja të dëmshme dhe të padëshirueshme. Nga njëra anë ajo nxin respektin për vetveten, për personin lajkatar, dhe nga ana tjetër i shkakton personit tjetër vrerosje me vesin e krenarisë. Vlerësimi i tepruar arin në lajkatim, i cili nga ana tjetër shkakton krenari dhe mendjemallësi dhe arrogancë, temarrsi dhe i heq lajkatarin nderimin personal ndaj të tjerëve. Njerëzit me temperament fisnik nuk e humbasin veten pavarësisht nga fama dhe nga statusi që mund të arrijnë, ndërsa personat që dëshirojnë respekt ndaj vetes pastrohen me suksesin më të vogël për të arritur status dhe pozitë. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, e trajton këtë çështje në një mënyrë interesante. Një person i nderuar nuk vepron si një i paftyr që të hyjë në zemër, pavarësisht se çfarë pozicioni të lartë ai mund të arrijë, duke qëndruar si një mal që qëndron i patundur nga tufani. Por një njeri i poshtër ngrihet në paftyrsi dhe paturpësi të mos mirënjohjes për të arritur pozitën më të fllihur, si një pemë e cila shkundet që nga rrënjët nga rryma më e lehtë e ajrit.